Në botën e sotme, ku kufijtë janë bërë më të butë dhe kulturat përzihen çdo ditë, edhe emrat kanë filluar të udhëtojnë lirshëm. Nuk është më çudi që një vajzë shqiptare të quhet Amelia apo një djalë të mbajë emrin Liam. Por, ajo që mbetet magjike është mënyra se si disa emra të huaj tingëllojnë kaq bukur në shqip, sikur janë pjesë e gjuhës sonë prej shekujsh. Këta janë emra që përzihen natyrshëm me melodinë e gjuhës shqipe, që duken të njohur edhe pse kanë lindur diku tjetër. Emra që i shqipton me lehtësi, që kanë tingull të butë dhe shpesh kuptim të thellë. Në këtë udhtim të vogël, do të zbulojmë 10 emra të huaj që ndikollojnë bukur në shqip, me historinë, kuptimin dhe ndjesinë që mbart secili. Disa prej tyre mund të jenë trend në gjithë botën, të tjerë janë klasik që nuk plaken kurrë, por të gjithë kanë diçka të përbashkët, tingëllojnë si poezi edhe në gjuhën tonë. Emri i parë, Aria, një emër i shkurtër, i butë dhe melodik. Në italisht, Aria do të thotë ajër, por në botën e muzikës është edhe termi që përdoret për një pjesë solo në opera. Është emër që frymon dritë, qetësi dhe liri. Në shqip, Aria tingëllon natyrshëm, pa pasur nevojë për përshtatje. Është si një frymë lehtë që kalon në mëngjesin e verës. Shumë prindër e zgjedhin këtë emër për vajzat sepse është i thjeshtë, elegant dhe ndërkombëtar, por pa humbur butësinë që kërkon një emër femëror. Në çdo gjuhë, Aria ruan melodinë e vet, edhe në shqip. Duket sikur ka qenë gjithmonë pjesë e saj. Emri i dytë, Liam, nga Irlanda në çdo cep të botës dhe po, edhe në Shqipëri. Liam është një nga emrat më popullor të viteve të fundit, por ajo që e bën të veçantë është tingulli i tij, i shkurtër, i fortë dhe me një jehon që mbetet në kujtesë. Në origjinë është shkurtimi i William, që do të thotë mbrojtës me vullnet të fortë. Në shqip, Liam tingëllon bukur dhe burrëror, pa qenë i rëndë. Ka diçka të pastër, të sinqertë dhe modern në të njëjtën kohë. Një emër që mund ta mbajë një djalë i vogël, një artist, një mjek apo një udhëheqës, dhe në çdo moshë i qëndron mirë. Emri i tretë, Elina, një emër me rënë greke që do të thotë shkëlqim ose dritë. Në Shqipëri gjan shumë emra si Elira apo Elona, dhe ndoshta për këtë arsye tingëllon kaq natyrshëm. Elina ka një lloj elegancë klasike. Është si një melodi që nuk del kurrë nga moda. Në shumë vende evropiane, Elina lidhet me ndriçimin shpirtëror, me njeriu që sjell qetësi. Në Shqip, ky emër mbart një tingull të pastër, të ndritshëm, që kujton diellin mbi det. Është një emër që përshtatet lehtë, por që kurrë nuk humbet origjinalitetin. Emri i katërt, Noa, një emër biblik i njohur në të gjithë botën, por edhe një nga më të dashurit për prindrit e rinj shqiptar, që kërkojnë diçka moderne me kuptim të thellë. Në Bibël, Noa është ndërtuesi i anijes që shpëtoi njerëzimin nga përmbytja, simboli i durimit dhe i besimit. Në hebraisht, emri do të thotë qetësi apo ngushëllim. Në shqip, Noa tingëllon si një emër i butë, i qetë, pothuajse poetik. Ka një ritëm që rrjedh lehtë, si një frymë e qetë. Në zëra të ndryshëm mund të tingëllojë edhe si Noa, një formë që shumë familje e përdorin tashmë. Një emër që flet për paqe dhe për fillime të reja. Emri i pestë, Amelie, një emër francez që përshkon dekadat me jeshi. Fal filmit të famshëm Amelie, ky emër mori një frymë të re, dhe sot lidhet me delikatesën, ëndrat dhe shpirtin artistik. Në origjinë gjermane do të thotë e zezshme ose punëtore. Por në frëngjisht dhe në shqip, Amelie ka një tingull krejt tjetër, i butë, romantik dhe paksa i mistershëm. Tingëllon si emri i dikujt që sheh botën ndryshe, me sy të mbushur me ëndra dhe ngjyra. Në shqip mund të shqiptohet lehtë dhe nuk humbet asgjë nga muzikaliteti i vet. Një emër që të mbetet në mendje si një aromë e ëmbël pas shiut. Emri i gjashtë, Leo, nga latinishtja që do të thotë luan, një emër i fuqishëm, i thjeshtë dhe me simbolik të fortë. Në botën moderne, Leo është emër që përfaqëson guximin, besnikërinë dhe leadershipin. Në shqip është i lehtë për t'u shqiptuar dhe për më tepër ka një ndjesi të ngrohtë. Në vend që të tingëllojë agresiv, Leo është i qetë, por me forcë të brendshme. Një emër që rritet bashkë me mbajtjen e tij.
Nga fëmijëria deri në moshën e pjekurisë, Leo mbetet gjithmonë një emër që të jep siguri dhe prani. Emri i 7. Sofia, një klasik i përjetshëm. Me origjinë greke, Sofia do të thotë urtësi. Në çdo kulturë, ky emër mbart kuptimin e njohurisë dhe të dritës shpirtërore. Në Shqip, Sofia tingëllon njëkohësisht tradicionale dhe moderne. Është një emër që mund ta mbajë një vajzë e vogël, një zonjë e pjekur apo një nën. Ka diçka të butë dhe të mençur në të. Një ndjenjë që të kujton qetësinë dhe forcën që bashkëtojnë. Edhe pse është ndër emrat më të përdorur në botë, në Shqip ruan një elegancë të natyrshme pa asnjë teprim. Emri i 8. Elias, një emër që vjen nga rënjet biblike të Elia, por që sot është bërë ndër më të preferuarit në Europë dhe në Skandinavi. Do të thotë, Zoti është perëndia ime, një emër me kuptim të fortë shpirtëror, por që tingëllon shumë njerëzor. Në Shqip, Elias përshtatet mrekullisht. Ka një tingull që i përket njëkohësisht të vjetrës dhe të resë. Mund të jetë emër i një poeti, i një filozofi, apo i një djali që ëndërron të bëjë diçka ndryshe. Ka një ndjesi dritë errësire në të, një ekuilibër që e bën shumë të veçantë. Emri i 9. Isla, një emër skocez i butë dhe i rrallë. Shqiptohet Ajla dhe do të thotë ishull. Në shumë vende, Isla është bërë simbol i qetësisë dhe i feminitetit të thjeshtë. Në Shqip, ky emër tingëllon si diçka delikate dhe moderne. Ka një frymëdheti, dielli dhe lirie në të. Një emër i përshtatshëm për një vajzë që shet qetësi, si një ishull i vogël në mes të sujisë. Emri i 10. Adrian. Ky emër është ndoshta më i përhapuri ndër emrat të huaj, që tingëllojnë si shqiptar. Në fakt, Adrian ka origjinë latine dhe do të thotë ai që vjen nga Adriatiku, dhe për ne shqiptarët tingëllon pothuajse shtëpiak. Është një emër që mbart historinë e detit tonë, një lidhje e lashtë mes kulturave që prekin brigjet e njëjta. Në gjuhën evropiane, Adrian është simbol i forcës, qetësisë dhe inteligjencës. Në Shqip është emër që nuk ngatrohet, nuk humbet kuptim dhe mbetet gjithmonë i bukur për të dëgjuar. Pse këta emra tingëllojnë bukur në Shqip? Gjuha shqipe ka një melodi të veten, e butë por me tinguj të pastër. Emrat që përshtaten mirë me të janë zakonisht ata që nuk kanë bashkëtingëllore të forta, që kanë zëra të hapur dhe që rrjedhin natyrshëm në fjalim. Emra si Arja, Elina, Sofia apo Leo janë shembuj të përkryer të këtij harmonizimi. Ata nuk duken as të huaj, as të sajuar. Janë si ura mes kulturave që bashkojnë tingujt dhe kuptimet. Në thelb, zgjedhja e një emri nuk është thjesht modë, është mënyra si një prind doj që fëmia i tij të dëgjohet në botë, si do të prezantohet, si do të ndihet me veten. Dhe kur një emër i huaj arrin të tingëllojë bukur në Shqip, ndoshta kjo është mënyra më e bukur për t'i dhënë një fëmijë një identitet të hapur, por me një rrënjë në dashuri. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe.